Na vjen një dëmtim nga Korça. Ishte dëmtim e armëzjarri, një predhe futur në bark, edhe dëmtimi ishte në anën e djathtë, në flank që e quajmë neve, ndërkohë që na projektoi predha, do na tregonte hinë e zemrës. Dikush tha që është në zemër, dikush thoshte jo, po s'ka mundësi njërin tjetër. Gjithsesi ishte vetëm një vrim hyrje dhe ne s'mund të bënim gjë tjetër. U hap barku dhe gjendet që ishte dëmtimi i venës cava inferior. E riparuam shpejt pa probleme, pa gjë. Ishte një dëmtim i mezenterit që kaloi pa probleme. Dhe në kohën që po kërkoi tani për të gjetur predhën, po kërkoi sipër në zonën e diafragmës, pra muskuli që ndan kavitetin e barkut me gjoksin. Shikojmë, nuk po gjendej gjë, dëmtim nuk kishte. Atëherë automatikisht menduam që shiko predha ka lundruar, dhe ashtu kishte ndodhur realisht. Predha kishte lundruar nëpërmjet futur në venën cava inferior, lundruar me rrymën e gjatë dhe vendosur në zemër. Në zemër. Që u hap dhe zemra, u hoq predha dhe ai jeton për bukurinë dhe sot e kësaj dite.